Pa do kaloj, kam ju bë gallatar. Ngjoni këtu tani. Piranjat. Emisioni Piranja, që është ajo Piranja, normal që e ka çuni Sali Berishës dhe normale që çuni Sali Berishës do sulmoj Partinë Socialiste. Nuk kam punë me ata, ta kam punën e vet, nuk kam se as me ofendu, as me thënë asnjë gjë. Po ngjoni kështu. Unë jam socialist i betum. I Partisë Socialiste nuk ka Partia Socialiste njëri më të betum se mu. O Edi Rama, njëri më i betum, e më socialist, e më të shmenëm se mu nuk ka sot. Nuk mund të ekzistoj socialist më flakt se mu. Rakip Suli nuk e njoh fare. Nuk e njoh fare. Veshja di historinë, e njoh Erion Velin, e njoh Rakip Suli, i njoh ca krye bashkiak tjerë. Po ditë them vetëm kaq. Ata që kanë shku atje, a kupton, sa le ka qenë metri katror në Kamës? Sa ka qenë metri katror në Kamës? 70 euro. Pse nuk dini ju me fol për të mirat e Partisë Socialiste që ka bë? Pa dini ju, gjeni i shtëpi atje, edhe në Amerikë halle njerëzit. Edhe në Amerikë në halle njerëzit. Rakip Suli ta ka bë Kamzën ty, flasun. Unë jam gazetar TikTok-u, më takon me fol për këto çështje. Jam gazetar i TikTok-ut. Rakip Suli ta ka marrë Kamzën nga 70.000 lekë metri katror, ta ka çu me 1.200 euro metrin ngrop. Ky është Rakip Suli. Dhe Rakip Suli, që të flasun, ka qenë biznesmen dhe ka pas lek dhe ka pas shtëpi e mjete që 95-ën në blok. Kush e njeh Rakipin e di që edhe Rakip Suli nuk është si këta krye bashkiakët e tjerë që pret vetëm bosat e zyra. Rakip Suli, kush është në Kamës, kush është nga Kamza këtu të komentoj që nuk më njeh, nëse nuk e pret edhe një që është enda cak rrugë. Enda cak që mbledh plena me i shkut e zyra Rakip Sulit të pret. Unë nuk është se po e mroj, po për kokë të shunit, po them realitetin që është i vetmi kryetar bashkie, që o burr me bole. Edhe më i miri e ka bë Kamzën, çiku thon njerëzit, e vërtet. Po kush është nga Kamza, dali të komentoj këtu. Dali një Kamzali të komentoj për Rakipin. E ka bë Kamzën, çiçi keni, mirë ke fol, e vërtet. Gjithë komentet më, ton Shqipëria më. Nëne, motrë, ton Kamza shtuar. Komentoni më Kamzalite mi jo angsha zemrën. Komentoni më jo angsha zemrën. E ka bë liçenin në Kamës. A keni pa çfarë liçeni? Liçeni, jo ka çu Kamzën metrin me 1.200 euro metrin. Dalin ta legenat, jo pa vashi shtëpi atje. O ju piranjat, ne e dim shumë mirë që e ka Sali Berisha, burra, kupton? Edhe del Sala, normal që Sala ju ka kundërshtar, unë s'kam punë as me Salën, po du të them që Rakipi është një nga kryetarët e bashkisë, një nga njerëzit më burr, më vdek çuni, nuk as më ka fut njëri pasha kokën e atij djali. Për kokë denaros, për kokë çunit, nuk më ka thënë njëri për me dal, për me fol, më vdek çuni. Po ju zejbe çunit, nuk jam legend. Po më vjen i nat se njerëzit janë pisa këtu. A kupton, një që është punëtor, një që është njëri që duhet ta themi shqyqy që e kemi në këtë. Ne dum hajduta, Qa keni bojun Kamazër, ju që keni qenë atëre të bashkia atje, qa keni bojun Kamazër, ju s'keni ngulli gosht në Kamazër, një gosht se keni ngull në Kamazër, e kishit lën Kamazën për pikë të harit, me 70 euro metri katror në Kamaz, me 100.000 euro bleshe gjysmën e Kamazës atëre, ik blie Kamazën tani, shkonin Kamazë, është bo Kamza ta puthësh, një nga venet më të shtrenjta, një nga venet më të mira, një nga venet mega lux, Kamza, mega lux, kush thot, ai del dhe i mos i thot, ha Kamza, po i kjerë në Kamaz. Në Kamaz është, si me qenë New Jersey, është bo Kamza, bishe. Se thoni Kamza është si New Jersey. Edhe është ai babloku që ati, që ai Rakip Suli, që ai mreti venit, që ai bablok, më vdek familja, pasha kokën e çunit, ja eshi kapelen se është një nga më burrat që ka Partia Socialiste. Më burri, para ta, unë jam socialist i betum, e din krejt njerëzit, jam socialist i betum, për atë burr heqi kapelen e heqi, për atë, qa ka çuni, o bikë së gë, asi gjama qa ka çuni, ato po mua beto pa blok, qa ka çuni. Shu,
Në gjoni shtash që dalin këtu dun me prish, a kupton nga i nati. Është i shpi. Shpi ka në çdo vend, vëlla, në çdo vend ka halexhi, është, po s'ka shaba. A kupton, në çdo vend ka halexhi. Në çdo vend janë halexhi. Kështu që Kozak Fejziu, po vëlla, unë jam shtu me dal me fol. Kush fol për socialistët e mi? Nuk ka shans të flasë njëri për socialistët pa drejtëre. Kush është ajo që flet për partinë socialiste pa drejtëre? Do dalum deri në vdekje këtu më keni. S'ka shans. Kush jeni ju? Dini ju flisni, merrni 2 lekë ju emisione. Shkojni emision tjetër. Se nuk shkoni ju tjerët. Unë jam i Partisë Socialiste, i gjithë socialistëve që i mbroj. Kush i mbroj me drejtë, se kush është pa drejtë se mbroj, unë s'ma trapi. Po kush është i Partisë Socialiste që është burr, unë mu më ka krah. Edhe pa e njoftish. Kush është Dallavera Xhi? Jam me jun. Okej? Unë jam socialisti ma i flaktur. Unë. Socialist me dosjer. Edhe Edi Rama nuk është socialist sa jam unë. Me rëpshvije. Ose Edi Rama nuk është ai socialist sa jam unë. Në të një jetë pa... Rakipi ka bë shkolla, ka bë kamzën, ja u qoj metrin me 1200 euro. Vinin kamës bleshin metri me 70 euro metri katror. Tani 1200 ngrëp, pa e marrë. Ja më me marrë, se me marrë shko shumë. 5 milion euro i shko, po qas ka bore Rakipi për gjithë shqiptarët e halexhi. Shkonin kamës, provojni. Provojni o njerëz, rëpte motra, provojni, mor, ku janë këta? Ku janë qytetarët e Kamzës? O qytetarët e Kamzës, do t'ju japi provë. Shkoni të zyra e Rakip Sulit, bjerni derës. Ju fut mran krejtve. Kurse këta tjere të bishe kryetar bashkisë, këta takojnë vetëm shta që kanë lekë. Rakipin unë kam respekt se burr që për tu respektu dhe respektojmë burra e burra. Edhe kam respekt për atë burr deri në vdekje. Më vdek çuni, as nuk më ka fut njëri, më vdek ta ideal, nuk më ka fut kërkush. Kërkush nuk më ka fut. Edhe shemroj se është një nga burrat që unë jam socialisti betuar më burr. Gramoz Ruçin, Rakip Sulin, Edi Ramën i kam pik dobët edhe. Edi Ramën, me rëp shpije. E du fort Edi Ramën. Mërzitem në njerë kur na kam mbylli TikTokun e kështu. Normal që mërzitem se them në gjë për Edi Ramën kur mërzitem që mbyll TikTokun. Qa keo bro? Asi gjë më zemra vllajt, jam tu sqaru. I mua bet shua bro, ti bik se ka, nuk merr vesh nga këto gjëna ti. Ti je për gjëna tjera mret. Bik se gaja se ka i den që për bëjt. O qi, je i madhër. Ta gëzosh. Erion Velia. Jo vllaj. Erion Velia nuk më pëlqen në shoku si kryetar bashkie. Është socialist, por nuk e du. Me thënë vërtetën, në shoku jam socialist, nuk e du më vllaj Erion Velin. Nuk më pëlqen më shoku, nuk është për mu. Nuk është në ato shijet e mia që më duket tipi i mirë. Erion Velia më duket tip hajduti, s'm pëlqen. Burr është Rakip Suli, që ati ti jap dorën, nanë e motra, ati ti të na dorën. Rëpte dhe ja puthi dorën që ati Rakip Sulit. Qështu ja puthi dorën, nanë e motrën. Rakip Sulit po, i them ku e ke dorën po, ati Rakipi po. Ka puth dorën, i e mret, edhe iki. Shkash, kur të atakoj, se kam taku kurrat e Rakipin, po kur të atakoj Rakip Sulin dhe i them, qa bone mirë, ati Rakipi po. Ata puth pak dorën dhe ja puth. Pa ishtu me botet. Vesh me të pull dorën se je njeriu më popullor që ka pasur njëri historia shqiptare me shen kryetar bashkie, një njeri thjesht, ai ka qenë biznesmen. E dini ju civin apo nuk e dini? Biznesmen qënë të dhjetën. Kur ju që me thanë më? Edhe është një nga njerëzit më mikpric, edhe unë, kush është njeri mikpric që e pret popullin shqiptar, unë jam me të deri në vdekje. Kam dalun të mbrojt edhe atë policin. Një polic që e lanë gjithë mbaltë, unë dola e mbrojta o bishe. E njifsha policin unë? Nuk e njifsha. E mbrojta sepse, o burr, qa ka quni? Ku e pik se gëja, rësa i madhjerë. E shpreja ime kjo. Qa ka quni? Qaka? Shu që çfarë do të jetë socialist është, bishe në gjokë tu. Nuk janë gjithë socialistët i soj, ka dhe socialistë të mirë, ka dhe të këshilla. Po Safet Gjici. Safet Gjici, respekt e bablok. Qa boni Safeti, se bot alarmante ju.
Do Ferrari çuni. Çoj pra I Ferrari ta qa zemrën. Çoj I Ferrari o mret, bikse gëja, shi që do qa ka çuni, do Ferrari, gjuhe Ferrari në nojzit, pim mall mrena në Ferrari. Ama men kur pishi mall mrena në fugon bashk. Ama men ta I cepi, fut me I vend qani. Qa ka bë më bur Safet Gjitsi, më bur se I shqitë rëpte, po qa boni më dha, qa Safeti, super bur, super njëri, qa boni më dha. Qa boni mos e krejt e boni atë punë dha, si I shqitë rëp në pillë, me të ardhi pillë, me të thonë, qështu, qa ka me I thonë? Jo, ma se në rrini të bë qështu më bur, kot ju. Me të ardhi pillë, qa ka me I thonë? Jo. Safeti, për qeft karit e vlaj. Ai ka bërë burg për qeft karit e dagu. Me rëpë shbi. Kështu që Safeti është bablok. Edhe nuk ka në I gjë, është gjë normale e që nodhi atje, po ju, nga që është socialist, donin ta uqi, na kupton. Qa boni më në kipi, më burja lan, goj shumë mirë ja boni, I tha jo, amon, o ti Safeti, tha, aman mërë Safeti, tha, ata marë. Por I tha Safeti direkt karin goj, nërmar që ti jep të Safeti, se që të I Safeti, s'ta jape. Që ja rëpë në pillë dhe ju. Ju su kështë ja keni dhe në njënës karin goj, ju që bëni si karin goj edhe... Tani do kaloj, ta pikët cigarën dhe kaloj manen nga zyra, flasim për Dubajnë, për gjonat. Për 3 giorni go Dubai. Pash nëndër, vdishke shmani. Sërë një avlash, në gjokë tu. Plaka ime më thot, sërë që më shëf këjërë Cristiano Ronaldo. Se lajmë si Cristiano Ronaldo bishe, 2 herë në ditë, 3 herë në ditë. Kari, lajmë mjenë, se lajmë edhe herë në darkë. Me rëpë shpije, pës besove, më plasi kari. Më vdek familja 2 herë në ditë lajmë, si me qenë Cristiano Ronaldo karë. Me rëpë shpije 2 herë në ditë, si Cristiano Ronaldo. Shtash dhe I kita pys Denisën, dhe I them, ora më thajnë ta nuk lajesh. Ora ju duke më zhullëson. O, rota kari, unë e di kur nuk lajmë në I herë. Kur I ki fletër shpijen në njoni, qa të lajmë, qa më ndrurë. Me u lajmë edhe me vesh prap ato brek, nuk o normal, ja shoku. A kupton, të lajmë, unë të vesh pro ato brek që kisha. Mos ja shirëp, se s'lajmë fare, ja kom shirëp në pillë. O, doktor, po ku je? Kam ne tjerë pa la, daku, me rëpë shpije shumë ditër. Me ja u thanë varri karin. Nuk ja u them, po kam qenë në malë, daku. Në malë, nuk isha ku me u lala. Kam qenë të uvujt që ati. Kam qenë në pyllë, daku, flia me I kshu, me I tip stani, shia motrë, ku tu lasha, daku. Sha me u la, ze ngrisher, ishte tetore. Zhulashi, la e 2 herë. Ja bishe sa ta pi edhe këtë birën se do të kthej direkt përgjigje, mos e rruj karin, vetëm prit 5 minuta, vlla. Vetëm prit 5 minuta, vlla, sa ta pi këtë birën edhe do të kthej direkt përgjigje.